Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi mohon mungesën e fletëve të votimit të papërdorura në zgjedhjet e 11 majit. Në përgjigjen dhënë përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike Franci Nuri, i cili kërkoi hetim administrativ për të zbuluar se ku gjenden mbi 130.000 fletë votimit të papërdorura, Celibashi jep shifra konkrete. Sipas tij, numri total të fletëve të papërdorura, 1.935.328, i shtohen edhe 27.340 fletët e votimit për 74 qendra votimi, ku është aplikuar votimi elektronik në Bashkinë Vorë dhe 110 në Tiranë. Po ashtu edhe 99.455 fletë votimi të papërdorura, që përbëjnë sasinë e këtyre fletëve për 233 qendra votimi, në proces verbalet e të cilave gabimisht është shënuar me 0 numri fletëve të papërdorura, si dhe 5.369 fletë votimi të papërdorura, por që numrat e tyre në test logjik vlerësohet se janë pasqyruar me gabime në proces verbalet përkatëse për çdo qendër votime, duke saktësuar se janë 1.380 qendra votimi që kanë raportuar këto të dhëna me gabime. Mirë po përgjigja e kryekomisionerit nuk e ka bindur përfaqësuesin ligjor të Partisë Demokratike. Ka diçka. Ne e kemi kthyer mjaft thjesht para se të vinim seancë që këto qendrat e votimit elektronik 0 mund ta kenë raportimin, një pjesë e tyre, ai sa arritëm të shoh. Sot në mëngjes, 0 kishin raportimin. Tani këto që janë me raportim 0 elektronike, ti s'mund të kontabilizosh 2 herë në zbritje. Edhe një herë për 27.000 këtu, edhe një herë për të justifikuar 99.000 këtu poshtë. Dhe pastaj pikat C justifikimit të KQZ-s janë ja 5.300 fletë votimi të papërdorura që me test logjik thot KQZ-ja, dhe këtu janë për gabim proces verbal, sepse pas ka pasur shumë gabime sipas KQZ-s, nuk na bind përgjigja e KQZ-s. Deklaratën Nuri e bëri në mbledhjen e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, ku vijon të shqyrtohen kërkesat ankimore të Partisë Demokratike, që kërkon pavlefshmëri dhe përsëritje zgjedhjesh në të gjitha qarqet e vendit.